Një aksident i rënd me pasojë vdekjen e një 47 vjeçari ka ndodhur mbrëmjen e së premtes në superstradën Shkodër-Hanihotit. Traileri me targa malazeze, i drejtuar nga Ermin Gurbegović, ka goditur një karrocë me kal e përpasoj ka humbur jetën 47 vjeçari Gëzim Smakaj, banues në fshatin Dëmiraj, Malësia e Madhe. Aksidenti i rënd ndodhi pranë kryqëzimit të Grut Fushës në Malësi të Madhe, ku sapo karroca ka dalë në kryqëzim, mjeti tonazhit të rënd me pjesën e përparme e ka përplasur. Përpasoj, drejtuesi i saj 47 vjeçari është rrëzuar për tokë, duke pësuar dëmtime të konsiderueshme në pjesën e kokës. Ndonsa ai është dërguar menjëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku është dhënë ndihmë parë. Plagët e marra në kokë kanë bërë që ai të mos mbijetojë, duke humbur jetën pak minuta pas aksidentit. Në vendngjarje kanë mbërritur efektivët e policisë rrugore dhe sipas hetimeve të para dhe nga shenjat e këshyrjes së vendit të ngjarjes, mësohet se karroca ka qenë duke prerë rrugën. Mjeti tonazhit të lartë, megjithëse nuk ka patur shpejtësi të madhe, nuk ka arritur të frenojë në kohë dhe të shmang aksidentin. Në momentin e devijimit, pjesa e përparme e kamionit ka përplasur mjetin lëvizës. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit, shitasin malazez Ermin Gurbegović, i cili do të mbahet në komisariat deri në sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.